والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم استرنا واستر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. أسكن اللهم موت المسلمين فسيح جناتك يا رب العالمين. على بابك بدعواتنا وقفنا مستجيرين فلا تردنا خائبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالله تبارك وتعالى يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. صدق الله العظيم. Gjamaat e nderuar, Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuh, për gjithë besimtarëve të Islamit këtë botë, namazin e xumas po ashtu edhe prej neve inshallah kabul e ban. Elusim Allahu Jalla Jalaluhu që i këtë muaj në të cilët jemi, muaj të haxhit, ummetit Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam mirë marrja vjen inshallah. Në të njëjtën kohë elusim Allahu Jalla Jalaluhu për çdo njeri i cili në rrugën e haxhit për në Kabe, për në Arafat, elusim Allahu Jalla Jalaluhu që rruga ati të prinë marrë mirë. Elusim Allahu Jalla Jalaluhu për çdo njeri i cili nisët për në Arafat në këtë vit, të kthehet me gjunoat lame, me gjunoat fshime inshallah. Edhe elusim çdo njerin që në atë rrugë të shenjtë, edhe për ta kapat si vetë, dhe të mendon për me lutjet e veta, edhe për ato njerëz që si vetë nuk kanë pas mundësi me dalë në Arafat. الحاج مغفور له ولمن استغفر له الحاج. أفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام حجية أش إفال أش إلايش كحجية برتلوتت. بآيات نشي رزق جاشت سورة البقرة، الله جل جلاله وجل شأنه قفان القرآن الكريم: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Pas komentit javën e kaluar të ajetit 125, wa idh ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna, deri në fund, sot inshallah disa përshkrime tonat, disa përjetime tonat lidhe me ajetin 126 Kurani Kerim. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuh e urdhon Ibrahim alayhis salamin me të birin e tij me ndërtu shtëpinë e parë të ibadetit, shtëpinë e parë të shenjtë Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuh, edhe hartimin e programit, hartimin e projektit, se si do të bëhet ajo e jep vetë punëdhënësi, e jep vetë Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuh. Do të thotë e ka ndërtu Ibrahim alayhis salam me të birin e tij Qabën sipas projektit të dhënën nga Allahu Jalla Jalaluhu, edhe materiali çfarë, edhe dimensionet cilët. Pasi që krijet ajo, edhe i vjen bazat e shtëpisë Allahu Jalla Jalaluhu ku ati të t'i bëhet ibadet, për të cilën Allahu Jalla Jalaluhu në Kurani Kerim shprehet qartë dhe thot: inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakka mubarakan wa hudan lil alamin. Me siguri se shtëpia e parë e cila avun këtë botë për ibadet Allahu Jalla Jalaluhu është fjala për ibadetin të cilin Allahu e pranon, jo për çdo lloj ibadeti, por për atë ibadet të cilin ai kabul e ban, edhe nuk njeh tjetër veç atij, ajo shtëpia është Qabja. Fihi hudan linnas, fihi ayatun bayinat. Në te ka shenja, tha Allahu Jalla Jalaluhu, të veçanta, në te ka shenja të qarta. Fihi ayatun bayinat, në te ka shenja të qarta. Prej shenjave të qarta në te është vetë Qabja shenjë më i qartë, kurse tjerat janë për shembull uji i Zemzemit, maqami Ibrahim,
Eshtayu bejnë Safa wal Marwa, Mina, Arafat e qetra, edhe disa shenja të qera të cilët për neve janë të padukshme, i shef haxhiu kur të hije në Qabe. Për neve janë të padukshme, po e theksoj edhe një herë, i shef haxhiu kur të hije në Qabe. Cilët janë ato shenja? Me siguri se hoxha nuk ka fjalor në kursi prej këtu me të kallëzuar ative shenjave të cilët në gjuhën arabe ju thojnë tajalliyat. Tajalliyat do me thonë ato që ti kur të hish në Qabe i shef me zemër. Kur të hish në Qabe i shef me zemër. Ato mesi nuk dokën, ato nuk spjegohen, ato lapsi nuk i kap, për shkak se çdo njeri i ka për jetimet e veta, edhe çdo njeri i ka rrokjet e veta, çdo njeri i ka pasit e zemrës vetëm me të cilën e shef një gjojnë, të cilën gjojnë që të rjeton afër teje dhe nuk e shef. Fihi ajatun bejinat, Allahu Gjelle Gjelaluhu drejt për drejti një shenjë për shenjëve të qarta ka cekë në këtë ajet ka thonë Maqamu Ibrahim, është për shenjëve më të qarta Maqami Ibrahimet a.s. në Qabe. Fihi hudan إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا أي تلين من عند ديرس أسا شبيه أشي مبرويتن مبروجة تطالة دمتون ناس نمونير نقضن بجاني رزيكوار دeri kur nuk gëzon, deri në sa nuk gëzon me qeni rrezikuar, ne e cakëm javën e kalume, llojet e frigave, e më në fund, frigën më të vogël, e cakëm friga e cila ka emrin friga e derës. Pra asa jo në Qabe, nuk gëzon me ndodh. Në ajetin sot me të cilin të kemi na të bojmë. Ajet e thamë 126 suratul Baqara, dhe në këtë shtëpi të cilin Allahu Gjelle Gjelalu urdhoi Ibrahimin me projektin e tij ta ndërton. Me siguri se për të hi muslimanët, për të hi besimtarët, prej asaj dite, deri ditën kur kjo botë more fund, për të bërë tavaf, edhe për t'i kri ibadetet, ritualet e veta në të shtëpi, duhet bërë një punë të cilën Allahu Gjelle Gjelalu e theksoi vetë në Kur'anin e Kerim. Realitet e urdhoi, realitet është besatu, realitet e ka miratu me Ibrahim a.s. edhe Ismailin. Tha, ne para se të thojmë se çfarë mënyre do të bëhet ibadet këtu, ne para se të thojmë se sa njerëz do të hinë këtë shtëpi, ne para se të folim se si do të jetë çështja e ibadetit edhe pagesa në ta, do ta miratojmë një akt, një kushtetutës e cila do të jetë e pa zhvlefshme deri ditën e Kiametit, e cila nuk do të tundet ligji i asaj më deri ditën e gjykimit. Allahu Gjelle Gjelalu tha kinën i miratimi tash ki, dhe wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baytiya lit-taifin wal-aakifin war-ruk'i sujud. E kemi miratu ligjin e kushtetutës Allahut me Ibrahimin dhe Ismailin që Qabën ku do të bojnë muslimanët tavaf dhe ibadet deri në fund, derisa dielli lind të ka perëndon, ta me pastru me ispari. Me pastru wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira, ju dita pastroni këtë shtëpi prej çdo gjas e cila është në kundërshtim me ibadetin që Allahu kabul e bën. Këto është fjala për pastrimin, nuk është për pastrimin e netlës fjala, megjithse edhe ata përfshin. Megjithse edhe ata përfshin, po është fjala me hek prej kësaj shtëpie çdo gjë e cila është në kundërshtim me pranimin e ibadetit të cilën Allahu Gjelle Gjelalu e pranon. Çka ka të bëjë fjala tathir? Çka ka të bëjë fjala pastërti në këtë kontekst të ajetit? Rasulullah ka thonë me një hadis, at-tahuru shatrul iman. Pastërtia është gjimsa e besimit. Të në këto e kanë laku njerëzit e kanë filozofu që kanë pas që vetë. S'ka problem, edhe aja me regull deri me një vendi. Kun po sash me regull për një aspekt. Kanë shkrujt parola në për shkolla, në për mure, ka mos pastërtia e gjisme e shëndetit. Ronjën e ka pastërtia, a i shka ka folë sefte nuk e ka thonë pastërtia e gjisme e shëndetit. Ka thonë pastërtia është gjisme e besimit, gjisme e imanit. Të në njerëzit s'kan dash me përmen fjallën iman, s'kan dash me përmen fjallën besim, s'kan dash me përmen fjallën islam, e kanë hek këto, e kanë nuni qëtë, ka thonë pastërtia e gjisme e shëndetit. Nuk është e vërtet se pastërtia e gjisme e shëndetit, pastërtia kejt shëndeti, jo gjisma. A ka dhe një njeri cili qote në spjegon neve djetar, apo jo djetar,
se me të vërtet pastërtia në gjisëm shëndeti. Ku ka kështu? Kështu s'ka? Kush ka ai shka tralltoi këtë fjallie dhe i tha pastërtia në gjismë e shëndetit? Pastërtia është i gjithë shëndeti, fillim edhe mbarim. Pa pastërti s'ka shëndet. Çka duhet me pastru? Mos kanë pas ndoshta për qëllim ato njerëz çka kanë thënë se pastërtia e gjismë e shëndetit me ulat dihar një javë në njeri. Mos kanë pas ndoshta për qëllim ato se edhe rrobët çka i vesh duhet mi pas pastërta. Mos kanë pas për qëllim elbet se edhe kutulet duhet me qenë vend i pastër. Mos kanë pas për qëllim elbet se edhe ambienti duhet me qenë i pastër. Pa i kadal po shkon shumë tërma puna pra. Kadal nuk do munal në gjims, do shkojë ma shumë se gjimsa. I lam dihar një javë po. I lam teshat e robët lame po, ambienti i lam po, veni ku ungjësh po, sofra po, enët po, mollën kur të hajsh e lame, frutat kur të hajsh lame, luga e lame, tajiri i lam, qarshafi i lam, jastiki i lam, shtrati i lam, vendi ku falësh i lam. E po kushmet pra? Kushmet? Jo, pastërtia kejtë shëndeti, jo gjisëm. Rasulullah s.a.s. ka thonë, unë jam të jo këta as jam të spjegu në këtu gjona, po jam të spjegu islamin, realitet e dhaja është islam, ka thonë Rasulullah s.a.s. At-tahuru shatrul iman, pastërtia e gjisme e besimit. Për atë shkak, Allahu Gjelle Gjelalu e urdhnon Ibrahim a.s. ka thonë, antahira bejtije, shtëpijen time, ku njerëzit dhe të vinë me balën tokë të pastër e du. Për këtë pastër. Buni e dino ala nazafa. Dhe në ashivum islamin pastërti. Ka një fjali rrëz, qarkullon në popull, ka rrëzë o pregojë Sulemovën, rrëzë s'kemi problem në me njerëzit, ka thonë në nazafetu min el iman, pastërtia prej besimit, ki nuk ka hadis. Kush e din se kjo fjali pastërtia është prej besimit, është hadis, i pejgamberit nuk ka hadis, muni me fshilirisht, prej listës hadisit Muhammedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Nuk e ka thonë këta pejgamberi. Ai s'ka thonë pastërtia është prej besimit. Po ka thonë buni ad-dinu ala an-nazafa, ashivum islamin pastërti. Ashivum do të thotë shtilën me trash, shtila me trash, e cila e man islamin, e cila e man shoqërinë, e cila e man shëndetin e njeriut, është pastërtia. Këtë fejnë tonë, shumë e njerëzit e kanë morë në buzë. Këtë fejnë tonë, shumë e njerëzit e kanë morë në hunë. E mas shumë të e kanë morë në hunë, ato që si janë muslimane dhe për këtë fejnë dinë ma shumë. Ato mas shumë të ato e kanë morë në hunë. E kanë nënshmu për papastërti, e kanë nënshmu për mrapa metoni, e kanë nënshmu për qmos. Interesanta. Për papastërti nuk i ka fajet islami, i kanë fajet muslimanët. A shë vërtet se në botën islame ka jeton muslimanët, pa pastërtia është prezente. A shë vërtet, po nuk i ka fajet islami, nuk i ka fajet islami, i kanë fajet muslimanët. Ta keshe ti si musliman një faj, edhe ta ketë islami jop një faj, janë digjone larga për njëra qetras gjematin dëruar. Kush po ngrenë dorën për njerëzve shka nuk janë musliman këtë botë, edhe për ative shka mendojnë se janë muslimane edhe refuzojnë këtë fe, sa har njëri për njerëzve i lanë durë si pas islamin mrenja 24 orëve. Kështu e banëm një pyetje me një mezhlis, njëri tha 3 arë o gjafën, i thash 6. Po 3 arë tha hanë bukë, para buke dhe mas buke, kure arrove? 6. As ketë se ke me ven, po unë po të baj qef. Muslimani i lanë durë 23 herë mrena 24 orëve, edhe a i faktikisht nuk e din sa ato i lanë 23 herë, për shkak se ki islami ja ka regullu ashtu mirë, që a i e ban 23 herë një pun, pa hetu sa është e bon mrena ditës. Këta veç islami e ban. Qish po thuti, 23 herë, me regull me i lati i durë, për 24 orë, edhe me akuzu islamin për papastërtia. E se ta shë ka rejni njoni me pitë për njerëzve, ku i ka dhe hoxha këto 23 herë me i la durë për i zatë zotit? Ku janë? Unë për i lipi, s'pë më dalin ma shumë se 6. 3 herë para buke, edhe 3 herë mas buke, 6, s'ka qera. A pra, a i bone 6 ti, hajde me muë për 5 qështi. Edhe 5 abdese ka 3 herë, 15 sa bojnë.
21, po ti këta abdetet s'me i merë, se me i marë abdetet e gjanë, po gjanë normale, ti si më s'falesh se di se dush mi la dur, a gjë dush mi la kom, a gjë dush me shti gishtin vesh, bile me pas, edhe veshin e pastër, a gjë dush me pas miswak, me i la dhambët për shkak se Islami ka porosit, mas pak ti mrena ditës 8 herë dhambët me i la, mas pak ti mrena ditës 8 herë, po i lajnë të bashkohorët dhambët 3 herë, edhe po lavdronë. Me pasta, me kaladontin, me signalin, me klorofila, me loj, regull kejtë mirë. 8 herë, ku janë bre këto 8, që të 3 herë, po i di, mas 3 herë, mas i të hamë buk. Edhe 5 namaza me miswak, ka thonë Rasulullah a.s. Laula en ashukka ala ummeti, la amartuhum bis siwaki inda kulli salah. Mës me pasu në frikë se umetit të mi bo të ranë, kam pas mi abo miswakin kam pas mi abo, u a gjim në shdo namaz, 5 herë dhe 3 herë mas bukës, që 8 herë dhanë dhe t'i lanë, edhe akuzot Islami për papastërtia, po. 22 herë, 22 jam rrinë me madhënja dhja gjejlave të durët. Qështu areni, 5 herë namaz, 4 herë i lojmë durët, 15, edhe 6 të angër buk, 21, edhe di ku metën masit i krim, shdo nevoj, tonat normale djerë, mas pak të ndite edhe atëherë, duhet me i lanë durët me sapun, 23 herë muslimoni durët i lanë, edhe ata feja akuzume për papastërti Islami. E ka ndalu me pështinu dhe feja Islami akuzuar për papastërti. Ani, akuzoj muslimanet, s'ka problem se fesi i akuzave muslimanve bashkohor zan hala, bile si të kishe me akuzu. Zan hala, s'ka problem, ama jo Islami. Pra pastërtia e lun shini gjemaat, sa da në gjemaat dhe ka qelime, urnani me dhak mushtë në gjamiin në rem. Nuk mund të akuzot një fe për papastërtia cila ka urnu që dihare mranga javës të fojt t'i presh. Edhe interesant, kush e akuzon për papastërti këtë Islamin, a i shka i rritë thojt e akuzon. A i shka i ka thojt sa të masës, a i shka spaku për bashk evropizëm e kalon mas pak të një thu pa pre. Thonin e gishtit vogël e kalon pa pre, e ka bon thua arushe. Ku e kemi pyt, pse breket, qka duhet ki? A vesh dhe mi qit me ta, a hunën dhe me urzun tokë me ta, qka për duhet me këta? A o luk nështë të përdoj një pastru shpijes me ta, qka për duhet ki? Pa nuk shkojnë të punë kështu, andështë ta mos përdoj një pastru o lukët që i kemë bigoj. Qka për duhet ki me këta? E pa shqyqo, kejt tash për eruin ka një që edhe unë e pak, një thu. Hajë, e ta në shamu banti, kam për akuzon Islamina? Islami ka porosit ditën e hanë, edhe ditën e ejtës paku dherë njafën tokë me qitë, për shkak se shka ka në mëthu, pa pastërti nuk mundësh me gjenë pjesët qera trupit. Na jemi të urnum me jetu pastër, Islami na ka urnu me hek, disa vendet trupit me i pastrush dhe 40 dit mas pakti, na ka urnu Islami me i la thash dhambët, na ka urnu Islami me la verë, a na ka urnu, a na ka thonë neve, kullu tana, fatrahu l'fagam, ka thonë hanë ushqimin, atë qka tjetë prej dhamit Rasullullah ka thonë qitën tokë. Atë qka tjetë dhamë, s'ka me qute poshtë mas bukës. Atë qka tjetë dhamë, dush me qitë jashtë, me qitë tokë me një mënirë, për shkak se ma është helmu me orën e mikrobeve. Kusha kjo? E kujna kjo fe? Kjo fe është e jonja, e cila në ka thonë namaz, disa gjona dush me i pastra në gjak, namazi me të bon kabul. Ka thonë për shembul, prej gjonave të pastra në namaz, dush me qenë ti vati pastr, s'ka namaz gjunub, nuk ka namaz pa abdes. S'ka namaz pa abdes, as që ka namaz gjunub edhe ma pak. Me qeni pasër. Kush me qeni halaj pasër namaz për me të bo kabul? Robët që i ke vesht anë gjak me qeni pasër ta. Qëtër kush me qeni pasër halaj? Vendi ku falësh edhe ajmë me qeni pasër. Qëtër kush duhet me qeni pasër për me të bo namazi kabul? Nijeti. Pra nijeti duhet me qeni pasër, ti dush me qeni pasër, robët pasëra, vendi ku falësh i pasër, kejt pasëra anë gjak për me të pranua Allahu Gjelle Gjelalu edhe akuzohet Islami për papastërti. Pa ato rrugët e tone, ato proskat e tone, ato lumejt e tone, ato gjatët e tone nuk i ka bojë Islami ashtu o burë, ato i ka bojë muslimanët. Muslimanët akuzoj kush për të nalë, muslimanët akuzoj, qka më pritë, s'ka problem, ka vend sa të dush. Për atë shkak, Allahu Gjelle Gjelaluhu me ajetin lidhe me qabën, prej këtu i të një sefte, halapa i ka uzu Ibrahimit, se si do të falësh,
A direqat do t'jen, a pes do t'jen, a me ruku do t'jet, a me sejtë do t'jet, a namozi vetëm kom do t'jet, si do t'fale gjenazja, si do t'miret abdesi. Halapa i kanë zu fare, ka dhonë pas tërtia t'lutëm do s'tjen. Pa hera bejtje, shpijen pasër njare, krine këta se për shkak se na unë pranoj gjona vetëm prej ambientit pasër nas një mënije për që tërkun. Inna Allah ta'ala tajibun, la yaqbalu illa tajiba. Allahu Jalla Jalaluhu është i pastër i mirë, ai nuk pranon përveç se të mirë dhe të pastër, qerat nuk i pranon fare. Pse na përjetojmë pra kështu o gjafeni, kështu pyetja ramen i mezhlis prej mezhliseve në xhami po përgjigjemi. Pse na pra përjetojmë kështu? Edhe po shohim me si, edhe po bojmë me dorë, edhe prapë përjetojmë. Unë po çuditem me këtë shtetin tonë këtu, faktin ka habit keq. Thejnë mës me shkua gjithë në gjëllët për toke, se pa pastërti i takon me shumë njerës, duhet me kaluna për Bulgari, duhet me kaluna për Turqi, duhet me kaluna për Siri, duhet me kaluna për Jordan, me hinë Saudi, loj flame, loj gripi, loj kolere, e të në këtë këthajnë, ato në i binë kolere në këto. Pse? Në botën arabe, a dje pas ka pa pastërti, o zotri, a ke pa Dubai në televizor? Dubai në a ke pa në televizor? A ke pa qitet me qibritat ndërtu në dënjëherë? A ke pa autostrat 100 metrët gjonë dënjëherë? A ke pa 70 kera lenta për 70 lenta me quve që minion kërë dënjëherë? A ke pa dikun dënjo? Jo, në Arabi ka. Në Arabi ka, në midis Kairos është një autostrat 70 kera minion hecin, qift. A ke pa dikun elbet? Qka ka a gje s'ka kur kun bot heq? Pa gje dhe një pun ka met pa bo bura. A gje ka met, vetëm autostrada o me janis me javnu Barcelonin, që të shkapin njëri unë kupatilla. Me qashtu me, edhe që kjo ka met pa bo. Pa, a gje ka ndotje të ambientit, po. A gje ka 54 temperatura, ku mikrobi ti bistikvar sa një elefant me kondilu e mit, a gje kish problem, këto s'kish problem, një ka të 700 shpitet të mfalni, 700 shpit, 800 nevojtore në rek, një ka të me 700 shpit, 800 kera tala në rek dalin, edhe 35 mangala, këto s'kishte kolera. Këtu a kolera. Këtu frigonu, këtu pashëndeti ka me i mit njerëzit. Zbanë me shku për toke, në shko për toke, nër toke, si të mu shko, mësja fali hiq, si të mu shko nër toke, për mi toke, hiq pa toke, si të mu shme toke, katë mu shko veç shko, se a gja këtë mirë. A gje shërohen të smuan. Njerëzit shkojnë smut, shërohen. E të ka një hadis në dokër me një dërës, ka thonë Rasulullah s.a.s. Ta'amu mina, la ti i dhubab, folli me krenari me ato shka si janë musliman. Folli me krenari ato, para ative shka me ndojnë si janë musliman dhe kanë munafik lëkë zemër. Folli me krenari, thuni kanë zëmë në bot. Ku është ma pasër në bot? Në parqët e Gjenevës, helbet më sa ma pasër. Vetë një parqët e Gjenevës a bjen miza? Me siguri se bjen miza. Anë mine nuk bjen mirë që 1400 vetë. Cëlla një qitet ku qitën gurë qëjtonin ku arrajnë haqit, s'ka miza që 1400 vetë. Pja ditë ku Rasullullah s.a.s. ka thonë, ta'amu mina, la ya'tihi dhubab. Ushqimit mine nuk i bjen miza fare, s'ka miza. A ti prajnë 5 milion kurbane dhe mishit dhe njëherë, jetë për toke shtrit në dilin 55 temperatura, prap miz nuk ka. Ja. Pa qesin pra shaka ti. Dërgjava fort. Shka ban dërgjava fort për i zatë zotit? Shka ban dërgjava fort? Pa jo Saudia, dërgjava fort, ajo qëtë pra shak edhe, asi pra shak i shka zdogët. Pa jo mësi kana dërgjava fort, kana mirë pra, të rishti thamë nash aljatara, pa kana dërgjava fort pra, që kana mirë ajo punë që kana dërgjava fort. Qka për të utës për dërgjava fort? Në dërgjava fort a ka smuje? Jo, e ti pse s'ki smuje këtu pëse dërgjava fort, apo? Edhe shtjela ju bëhe, fort pra dhe a gjithë, këtu kana njajt, hec pra dis, pse e pe komplikoni pra, pse pe selni torë le punin pra, a majs mrami dull dërgjava fort. Jo, nuk qesin pra shak. Në mine nuk qesin as pra shak shka zdokët, as asi pra shak i shka dokët. Po a i zotriju para 14 shekujve e ka ngejt dorën për pet, edhe ka thonë në hadisin e ti të pashkelën, i cili nuk do të shkelët, deri sa kjo botjet, ka thonë ta'amu mina, la ya'tihi dhubab. Në mine nuk bjen miza. A krija jo punë mo. Kush qkojnë haq, kush akon, me tim teket, e di që si tim teket a gjive a gjithë se kanë qera punë. Kanë me folë për këtu shumë, për qatë që tim teket.
Kur shkoj agji, ja ta shofe agjën mine. Hoxha na pa thonë kursi, këtu nuk ka miza, që një mizë. E si të mujsh me zonë një bere ka pra. Pastërti. Për qatë Allahu Gjelle Gjelaluhu thash, para se të në kalzoje qish me u falë në qabe, i ka thonë zotriju dashur Ibrahim a.s. me birin, pastër. Ahira bejti e lit ta i fin, për ka me pastru? Për tavaf gjitë, për ato që do të silën me bot tavaf. Për ato që do të silën me bot tavaf, pastër. Për ato që do të shkojnë me një jetë pastër. Për ato që do të shkojnë me malt pastër, me paret pastra. Ama jo mi që paret të kuvacit, më fali. Kishë qenë një kanon këtu të në kanehare, moti kur kishin shkua gjitë në gjëllëk, i kishin marë paret, mi që mi ndru të kuvacit, se hoxha kishë thonë, duhet me qenë pare njerëse. E kush po njerës ka ma shumë për punëtorve, kuvacit se nëzat ati të zarmi, e tanë pa kuvacit të dufalka, tu i shku hund njerës për ma e të hunës zhak, edhe shti po dashka ati kuvacit, a i ma me njerës, i paska me a quk të të mijat ati, me a marë ati të vetat, e me shku me pare njerëse. Dhe me thonë, haqji njerësa kuvacit. Shka jo të bëhë burë, po ki, ku i dina ki? E ku i thea, kush ka mësu kështu, kush ka spjegu kësi gjona? Jo vllavi jam i dashur, jo kështu. Jo me njerëz të kuvacit. Kuvacit kur shkoje të haqji në të shkoje me njerëzët e veta. A ti ku ke punu ti? Ti ke punu në fush, asje njerëz në tarën tonë dhe një hara. Ti ke punu në zanat, në zanat në tarë, asje njerëz as një hara. Jo, edhe ti e të kanë shku njerëzët gjanë, edhe ti ki punu me shati e njerëz, edhe ti ke nejnë zhegje njerëz, edhe ti ke vadit natë një njerëz, edhe ti e mundu të pru prej mali e njerëz, edhe ti e mundu të pru prej fushe e njerëz. Parët e tu ati halal e kije, ato janë bash njerëzës tonë, shka ke nevoj me lënë kokën? A ke pru haram të shpia? A të ka interesu të me artë hujen me konsideru tonëna? Jo, as njerë, hec se punë janë këtë me ven, veç bërë halal të shpia, e me parët të qati halal që e ke pru të me dur të tua, shkon haq të kuvaqi. Shka ke të kuvaqi? Të cili kuvaqi? Të tav kuvaqja? Të ram kuvaqja? E nuk shkojnë ato puna ashtu o bura. Kjo feja nuk kanë shkështu, kjo feja ndrishe. Vesh duesh me qenë me një jetë pastër, duesh me qenë me malt pastër, duesh me qenë me robet pastra, për shkak se ke me hi me bo tavaf, me bo ibadet, me bo rukua, me bo sejdë në vendin ku Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë nuk e pranoj përveç se pastër. Realitet edhe këtu, vazhdojnë, edhe këtu qashtu, edhe atje, na imi të full për atje sot. Inna Allahe gjemilun, juhibbul gjemel, Allahu Gjelle Gjelaluhu është i pastër, i bukur, të pastrën edhe të bukrën e dënë. Kështu ka thonë Rasulullah s.a.s. Një herë kër e ka folë për nga meri një gjonë lidhe me pastërtir, ardhë një sahabë tha ja Rasulallah. Qka thua ti, nëse robët e mija dhe në lanet e mija, në lanet, këpucët janë për qëllim të bi, i ka mune të mira dhe të bukrat në gjime mirë. A është kjo më në malësi se tha, la jetë khullu gjennete men kane fi kalbihi mithkale dherrati min kibër, se në hinë gjennet, a i shka ka një atom, një grind vogël me në malësin zemën, gjennet s'ka mi jasë njerë. Kontrolloj vetën mirë. Më s'ka thonë vetja të me are albet, unë e di shumë, s'ka gjennet. Më s'ka thonë vetja albet, më s'ke folë me vetën, unë shumë pare kam. S'ka gjennet. Më s'ka thonë vetja albet dhe me are se, unë e mësëm dilnu, se unë e kam trimnijëm, më s'ka thonë albet dhe me are qështu. S'ka gjennet, për shkak se të tim rejna ka kibër, kush e ka një grind s'kibrin zemën në gjennet së një asë njëherë. Në s'ka në vërët të min kibër. S'duhet shumë një atom vogël kibër në zemën s'ka gjennet. Qishe marrë dhe ashtë se e kam a thu, vetën si ta kishe pëlqit dhe një harë u kri. Si ta kishe begeniz vetën dhe një harë u bo, ma shumë s'duhet. Në këtë hadis një sahabe e piti Rasulullah i tha, ja Rasulallah, e me i pas robët e mira dhe kundrat e mira, me në malsiansha, a kibëransha, tha jo. Inna Allahe gjemilun juhibbul gjemel. Allahu Gjelle Gjelalu është i bukur, dë bukur e me dënë. Fjala e bukur, fjala i bukur edhe me në madhë, pra veqa veq janë. Me qenë bukur i veshëm, edhe me qenë me në madhë, ka dalim. Mundur me qenë njeri me në madhë ora pa cak. Mundur me qenë njeri me në madhë dhe kam daf. Pra nuk kemi të fol gjana, të pa kuptushme me ndoj se i kemi gjithë qarta. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. I ka cek Allahu Gjelle Gjelalu 4 grupe këtu.
katër grupe njerëz të cilët i bojnë tut katër punët. Në realitet, katër grupe njerëz të cilët i bojnë tut katër punët, ka thonë taifin. E para grup tavafxhit, që i të bojnë tavafin. Grupa e dytë, akifin, të cilët rrinë ulëm, rrinë një kohë prej kohave në Qabe. Edhe është mirë, megjithëse haxhit tonë është shumë zor me i bind, edhe xhallarët edhe neve është zor me na bind, se na jemi gjithmonë tranzit, na jemi gjithmonë njerëz ekspres, neve akipaka në harë vend nuk na zash një laf për neve, por se të e folin në xhami, për shkak se nuk na kanë borxh ato shkasjen në xhami mazdarke, me na ngu këtë fjalët, ama kam një laf shumë interesant me vetë dikush pse na së rrim me një vend. Ja na jemi një popull që së rrim me një vend, kisha mi kallzu privat jashtë xhamisë. Është një fjalë kam më buz. Sa bitisë tavafi më ardhur me shku në hotel. Sa bitisë në ibadet më ardhur me shku në hotel. Pi Arafati mund duhet me shku në hotel. Ai hoteli a gjithmonë mos i vend strehim sikur për gjithmonë boravak. Kur ke marrë në qendrim atje. Allahu xhalla xhelalu ka thonë lit taifina wal akifin, pastroje për ato që i kanë me botavaf, edhe për ato që vinë Qabe dhe rrinë disa orë mas pak të ulëm për një direki, për një pushtetën dikun në një vend, edhe mas pak të mos bofshin kur gjonë qëtër e shiqojnë Qaben për skak se edhe shiqimi i Qabes është ibadet në veti. Vetëm sit mi alishu edhe me shiqu është një ibadet për ibadeteve i cili paguhet me sevap i lumjaj, i lumë të ato që shkojnë. Prej këtë generatave shka i ka mullhesh në harë, sa i ka mullhesh qaq, prej një gruës në Qabe e kam tonave, të miletit tonë, e kam dëgju një lutje të e bon Qabe mas shpine, edhe prej kujat lutje nuk e kam dëgju prej agjive, ndashtë e kanë bo edhe ma interesant, ama vetë, unë se kam dëgju prej asaj, e kam dëgju me gjithë se gjithmonë. Të makamin Ibrahimi tha këto fjallë, tha o zët, ajo tha ka dalë unë po thëmë me zonë, a tha o zët, mu e më prune këto, si grue, tha asë një burë mëse me për e pru këto. Prej qërën, prej gjithve që po të lus me i pru, tha, ato që mas meje të mit janë deri ditën e kiametit, kejtë beri kanja. Të më thonë, vetët, zinxhirin e vetë të poshtë, kejtë beri kanja këto. E pashe, e tova se ishte shumë tepër e knaqën që ja ka sëllë, Allahu gjelle gjelalu, gjelle shanu, me hinë Qabe me kam të veta, me shkelat të qenjë. Kështu lutë njerëzit e sinqert, kështu lutë njerëzit e mëdhaj e shfridzojnë momentin me li prej Allahu gjelle gjelalu në gjatë madhe, që ti kejtë shmite tu të poshtë zinxhiri deri në fund, ta vizitojnë shpinë Allahu gjelle gjelalu të bojnë të vafë. Ama jo në atë lutje në ati qetrit të cilët në realitet ajo së ishte lutje, po ishte tregim në mine. Masi u krinë gurt në vitin 90, kra për kraj me agjit e pyti njoni qetrin, kra për kraj të ecë, tha rrave shejtoni, tha rafa, mëre kam rraf me 49 gurë, po une masi a rafa i kishtë dalë në kodrë ma boni bye. Edhe ki ka shku në haqë, edhe ki ka vizitu vendet e shejta, edhe ki ka bo të raf, edhe ki njeri e ka rrej shejtonin, edhe ki ka dalë në Arafat, kejta punët i ka bo, ama maj smrami mund fund, haqi këti ja ka bo bye. Haqi cëla komplet me kejt farzët e veta, ja ka bo bye në fund, do të thot, ka fluturu në ajer. Për shkak se ki njeri nuk ka shku në haqë, ki njeri ka shku me utal, a kush talët me ibadetin e Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shanu, me cëllin do ibadet kush talët, Allahu gjelle gjelaluhu nga ibadet e largon në armëri pa dishim. Realitet thot dikush, pa i me pas para pa në mot shkon, prap në mot i largum, 20 vet me shku në gjit i largum, ti mundesh me qenë namaz mrena këtu i largum, thot kërë me falë namazin saf, namazin e gjumohën saf, në disafit mush me qenë i largum, kur, si më stadojsh me shpirt, si më s'kisha armë me notu në detin e radhave të gjematit, si më s'kisha armë me notu në dalgat e knaqësive të ibadetit që ja ban Allahu gjelle gjelalu ti e largë prapë. Mundesh me qenë ndërës ditën e gjumon gjamia dhe me qenë largë, si për shembo. Vend për dishka qëtër sen, në kohën e Jugoslavijës pa e ceki, pas po një hiqën e pa e ceki, në lafë në ashtë prish pu. Në kohën e Jugoslavijës, vishin do njerëz në gjamina i njëfshmi kejt, pa e kanë pas registrimin në shpinë edhe kërë di numra, i ka një për para, një për mas. E kanë pas registrimin me veti, e mujshim i avnjof numrat në balë edhe i kishin qafë për mas. Vishin me pa, jo me ngu dërës, po vishin kur pu gabon hoxha me këshirë.
E rujshin një mujë hoxhë Ramazan kur po gabon. Po ai hiç mëra se ka njetë me gabu, Allah jam i dashur. As një herë se ka, po pse po e lodh kokën ti? Ai hiç se ka njetë me gabu. A di pse se ka njetë me gabu? Se as një herë s'ka dal prej elhamdulillahi rabbil alamin min al jinnati wan nas, ka pak të musafir që janë kur s'ka dal pidi ka pakve, aty s'ka gabu. Qetri ka ardhë në xhami me ngu, hoxhën kur ta za kur po rrenaj. Ta za kur po rren, pa se ka njetë me rren shka të rreje. Bismillahirrahmanirrahim, ka thënë Allahu xhalla xhelalu, ka thënë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e çka më rrejt? Çka më rrejt? Ai zgudzon me rrejt ti istighfar jashtë xhamisë se mo jo, jen kursi kur zgudzon me rrejt asnjëherë. Ta priti kur po gabon. E çka do të bësh me gabimin e hoxhës inshallah? Kam një shoq. E kam një të madha gjë e njoh. To me ati të madhit, shkoj unë i kalzoj se ai hoxha që shtu tha në xhami, e afromi me atë madhin më ngat, to ne do nevoja unë kur i kam ai një bitis. E në shpinë të kuj pra. Ai madhe ato nevoja çka ti bitis në shpinën e kuj pra. Në shpinën e hoxhës tana. A në shpinën e ati shka të mësën dinina. A në shpinën e ati shka të pregadit me dal për kësaj dunja. A në shpinën e ati shka të mësën që shhijet në vërë dhe që shka lonë në vërë mira. A në shpinën e ati shka të alanë gjenazëna. A në shpinën e ati shka të hekë bërlokin më të keq ma ismramja. A në shpinën e ati shka të aknon të algonin për mi vorra. Në shpinën e kuj. Në shpinën e ati shka të falë gjumane dhe del të aknon hitbëna. A në shpinën e ati që ta falë namazin e bajramita. Kja në baras pesh me njeriun. Kja në baras pesh me njeriun i cili kurse me këtën një vit për rënd me ujtrubull e ordzon gjallin e vete në në kamën me idhonë zormaton. Bara. E që gjallin e vetë në vi, bërë të qëtu se unë e kamën për du me në shpintane me dalë maton, ja trus kryim të njak. Kja në baras pesh. Që këta amën e ban, jo këta s'kisha me ban asë nëherë, këtë qëtërën halama ishë më se ban se kjo edhe mazia. Ka pas, që ative gjemat, i ndarëshëm javë kemi hek numrat kejt, i kemi zonë gabim parkum. I kemi zonë gabim parkum, javë kemi hek numrat kejt. Kejt që atë i kemi qunë tekniski preglet më rënë me shku mu kontrolu të ekrar. Njoni të koshnicat si bojnë, njoni frani dorës nuk i banë, njoni lamat si ka, a i qetri lamela i vushgat kërri si nisët, njoni nuk i ma kërrin të poze, njoni të sponat, i ka prish me orfuni, qetri osovinat e ka lishu, njoni travagerat të thip, loj, katastrof, këtë kanë me hinë teknishki preglet të ekrar. Ma i smrami general një teknishki preglet, kur t'ja dorzojmë Allahu gjelle gjelalu të vorri, edhe t'i mlojmë me dhe i pysin a gjemrena, shfar probleme patën. Kush ju ngushtoj? Kejt këto, elhamdulillah, që Allahu gjelle gjelalu e ka ba, aj me madhnijën e vetë, se nasën e këshmi ba kur, që njerëzve t'ja u bant mundën robe vetë, një ditëve t'jum teket, se kanë pas defekte, t'i drejtojnë shpijes Allahu gjelle gjelalu pastra, me një jetë të pastër, me mal të pastër, me probet të pastra, me shoqëri të pastër me vete, edhe të shkojnë t'i lutën Allahu gjelle gjelalu, me javë falë gabimet, me javë ndru pjesët e egra, me javë ndru pjesët e drishta, me njës jetën e rejtë e krarë dhe njëherë, prej sefte me i razilës, e me u konsideru kërë i kalëm sefte, se të rritë po livdokën me kera, kur po dilkën dë një vend, dikun ku ka shumë gjimë, e kërë i BMW 650, i zika, tran, gjamat, kolor, ABS mrena, LBS mrena, loj, uregjaj, loj teknike, kinakull kur koqite mora me shku drejt, loj kingreme të katrat njajt, kjo rotën zgudzën musil ma shumë e qetra ma pak, kja është i sigurum, kita ka zonë sudarin 2 kilometr për para, të lajmron që policë janë bëditur nejt, kejti ka shumë interesant, e majsë brami kur po shdrip kanë me një ven, për ja likën dirë qelë. Edhe po dilkën pak po halit kënë o kolla kerit, me një mënirë se shfar keri ka mund. Me një mënirë me ka dhu se shfar keri, pas ka e gjalli. Majsë mrami, shka ndollë majsë mrami ka shku me ongër buk, njoni ka arë më park i ka ra me dishkati i kerit. Ka shku i ka ra me fiqë. Me fiqë, 1 milion e gjimës me më prish kerin 50.000 marka. E po, u bo, hitë se kam pa. Edhe haqijot, kur qkojsh a gjithë të ndërtojsh të bajsh me kejt ndërtime teknike mrena, që shash a i mënë, mujtësh me arë majsë mrami këtu njoni me fiq me të bo helaq. Që që ban helaqaj, vend ti këtu,
edhe shejtani më të dirë të arri, thot me smrami, kalzov dhe pak një kaqore, qështu, kalzov pak se e konë haqë, si a i gjali shka kalon kërrit dirë qenë. Mualit edhe ja ka shlua gjë, e ka shlua gjë Elvis Presley mrena, e dini gjemëtëria bum ajo. Edhe agjia, si në vene për agje, edhe më në artë janise më bonë so bum, ashtë një zhurmë mo, nuk ashtë mo haqë, nuk ashtë mo ibadet, ashtë mo një zhurmë, prej zhurmëve të padurushme, e për këta nuk shkohet në haqë, po shkohet në haqë për që tërsen, Allahu gjëlle gjelaluhu vë gjëlle shanu, me abo farzën e pest, me të cilin shartët e islamit morin fund, me të cilin kompletohet një musliman me gjitha shartët, ato janë 4 qera, mundën mu botut 4 këtu kurse i pesti, bëhet vetëm në vendin e caktuar, edhe atje ku shkon, ka me ati ka shkel vendet e shejta, pra me këtë mënira i shejtësot me një mënirë, kambët e ati kanë shkel, atje ku ka shkel, zotrio ku ka shkel Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, për atë shkak të gjithë na duhet kemi kujdes, kush ka qenë qabe duhet mu sel mirë ma i sprabi kur të vini këtu, duhet me qenë ma i but mo, duhet me njës kërën se efte, për lafdojnë gjithë bëdojnë, këtë kërë jasëm nga prvi put zapaljo. Se efte, unë ja kam sel këtu, që të bëdojnë, unë ja kam sel këti se efte. Pra mirë me qenë se efte taze, edhe haqia mas haqit, e njës jetën e re, e njës fletën e re tjetës vetë, në të fletë zguzon me pas leqe mo, në të fletë nuk guzon me pas gjonat për në këta, vetëm barë duhet me esterin full mo, insha Allah, Allahu gjëlle zelaluhu vë gjëlle shanu, gjithve, grave, burave, trive, pleqve që shkojt, ja u forcoft kambët derin venin e shajt, insha Allah, edhe ju ndihmon me i ba vazifët që shka zoti dëshirë. Inshallah ju ndihmon Allahu xhelle xhelaluhu në vendet e veta se cilën me kthi edhe me qenë jernek, me qenë mjeshtër i tregimit të mirës. Edhe një grup e vogël ama. Janë që shkojnë haç si vetë gjë. Prej këtë popujve. Këtë popuj që shkojnë haç e kanë një grup të vogël me veti. Kush janë këto pak shka janë që shkojnë atje? Janë do pikë të shkojnë me pak ku akeq. Sukur ato në gjami shka vishin me registrim, shka thash motin i ku. Njaj, shkojnë me pa ku a keq. Kur ti shofe a gje janë do, e din vetën të madhë, ka jetu në Zvicër, ka jetu në Gjermani, ka jetu në Belgjik, ka jetu në Skandinavi, në Stockholm, në Oslo, ka jetu në përvendet pastra në Gjenevë, thash. Kur shkoj a gje, kur ta shofe në mine, krejt shishet najlonit për toke. Hoqa shakal teke. Shikshime, po shikshi. A ban me të vetë dishka dhe për e krim dërësën e sotit. 7 milion njerëz një muj rastësisht me helikopter me i qitë në shkup pimantar për me i shluna për shërë, për i zatë zotit. Që shki me pa nesër? A i pësoti me pa Zheneva në po, një grue e gjimës në keqë shërin. I pësoti me pa të Stockholmin një ma alë 2 milion të cullë. Po pasër dhe një me pasër, si ta fshish një arë nëndë, mu i mo kush i s'kalonat i parë. A ke pa me një rrugë 7 milion njerëz dhe një arë, me një rrugë, pikë të tërë të bunari besë. A të ka rasti me i pa 7 milion njerëz në temperaturën 55, si cëllë kreative shishin e nalonit me lilit regjimës ndorë, nuk duhet vishderit ndore ka. Kur ta pia Allah ile për i zatë zotit, po piskoj qëta, e qëtë në tokë. Normal se e qëtë në tokë. E thare, më shko agje, a dhe ishim bata arapët pa pastër, keq shishet për toke dhe, 7 milion njerëz në temperaturën 55 e kanë i shishe të ujtë ndorë kejtë. Po mësë harros edhe 600.000 njerëz janë të angazhu me pastru. Edhe këtë mësë harro. Dhe thot, rasti, s'mundët ndrishe. Nuk mundët më mirë, po qashtu që shash, a shumë mirë. Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shaluhu, ative që shkojnë me pa mirë, Allahu mirë javdojnë, insha Allah. Ative që shkojnë me pa keq, ku ka keq, kur të vitë të kalzoj se ishte agje keq, Allahu gjelle gjelaluhu javë rëtlof mendën para se të shkojnë me pa keq. E pafshin edhe ato mirë, insha Allah, lillahi l-Fatiha.